E qeshura është ai reagim instinktiv, fizik, që të ndryshon jetën, që ka forcë vërtet të ndryshoj ditën dhe të ndryshoj momentet më të vështira. Sa e lën veten qytetarët e Tiranës të bëhen pjesë e rrymës së një buzëqeshjeje dhe ta lën atë vërtet të ndryshoj shpirtin brenda dhe jashtë. E qeshura në psikologji është çlirim emocional, në filozofi është një mekanizëm për të përballur vështirësitë e jetës. Por si e trajtojnë qytetarët e Tiranës një buzëqeshje? Sa përfitojnë ata nga ajo? Dhe mbi të gjitha, qesh mirë ai që qesh i pari, qesh mirë ai që qesh i fundit, qesh mirë ai që qesh gjithmonë, apo qesh më mirë ai që qesh gjithmonë në momentin e duhur? Le ta zbulojmë sot. E qeshura është thjesht nevojë për shëndetin mendor apo argëtim? Argëtim të mund, ma mirë argëtim. Nevojë për shëndetin mendor, vetë. Po për ju është thjesht argëtim apo nevojë për shëndetin mendor? E qeshura është shpirt, e zemër, i hedh të gjitha ma shpini. Nevojë për shëndetin. Argëtim. Po nevojë për shëndetin s'është? Edhe për shëndetin. Po s'vjen gjithmonë. Po është nevojshmëri? Patjetër. Qeshja është pozitive, është. Po jo gjithmonë në këtë situatë që është s'na vjen as qeshim, as loti nuk na del. Po ndonjëherë kur situatat janë të vështira, na ndihmon të qeshin të stimulojmë atë pozitivitetin. Po është e vështirë, është kohë shumë e vështirë, se s'ngjojmë lajme të mira, vetëm luftra, vdekje, tragjedira, përmbytje, s'të vjen të qeshësh. Patjetër, humori e qeshura është lehtësi. Një kohë mërzitje, një kohë sikleti, se po lëshove vetën, ke marruar pastaj. Pra të mbahemi të fortë duke buzëqeshur edhe kur kemi vështirësi. Po, duke buzëqeshur. Ka të qeshur, pastaj e qeshur, po do të buzëqeshësh. Ka me ironi, ka dhe me dhimbje, pastaj edhe me gëzim. Kur bëhet fjala të qeshësh me apo pa arsye, unë jam shumë shpesh duke qeshur përgjatë intervistave të mia. Nuk është se qesh pa arsye, qesh sepse të bëj gjën që dua, pra të jem në kontakt dhe në komunikim me njerëzit edhe para kamerës, më bën të lumtur dhe më bën instinktivisht të buzëqesh. Ndaj uroj që të gjithë ne gjithmonë të kemi sa më shumë arsye dhe veprimtari që na bëjnë të buzëqeshim. Ka qenë humori një mënyrë për të lehtësuar dhimbjen apo vuajtjen? Humori nuk heq dhimbje. Por momentin e lehtëson, të tensionon? Nuk e heq dhimbje. Mas pas të njëri dhimbje. Po të paktën është një mekanizëm për të ndryshuar pak atë energjin. Është e vështirë në dhimbje të bësh humor. Është vërtet. Besoj vërtet se lufta më e madhe njerëzore bëhet për të rikthyer një buzëqeshje të humbur, sepse ndoshta kjo është ajo që ka vërtet vlerë mbi të gjitha në këtë jetë. Të jemi të lumtur pranë atyre njerëzve që duam, sepse në fund të ditës njerëzit e dashur, momentet e bukura janë ato që na rikthejnë ne buzëqeshjen. Mendoni se buzëqeshja është një armë e mirë për të luftuar vështirësitë? Pa diskutim. Është e qartë ajo. Njeri duhet të buzëqeshë, kur njeri është i nevërkosur. Pra balancojmë njëri tjetrin me seriozitet dhe me buzëqeshje. Edhe me buzëqeshje, edhe me mirësjellje, ulëm nervat edhe kaq se puna. A është e qeshura një armë e mirë për të mposhtur momentet e vështira të jetës? Një duhet një njeri i qeshur, pavarësisht se probleme vjeta që ka, po njeriu duhet të jetë gjithnjë pozitiv, jo negativ. Tregon forcë të brendshme. Buzëqeshja? Po, ka të bëj me komunikimin, ka të bëj me sjelljen në përgjithësi. Është kur je i qetë dhe i buzëqeshur mund të fitosh. Ci aiuta il ridere a solvere i conflitti? In che senso? Non ho capito. Nel senso che ci dà forza, ci dà pace, ci dà un momento di pensare. Sicuramente che ci dà forza. Come pensate di Tirana? È Tirana un posto che ride? È la quarta volta che torno. Che significa? Turistja nga Italia na tregon se patjetër që buzëqeshja është një mënyrë për të na dhënë paqe, për të na dhënë kohë të menduarit, dhe më pas unë e pyes, të duket Tirana e qeshur dhe më tha që është hera e katërt që kthehem, si mendon ti? Kështu që jo vetëm ne qeshim, por e qeshura tërheq më shumë buzëqeshja. Po
Falenderojmë Estën për realizimin e pyetësorit për të gjithë kalimtarët që ishin në qendër të Tiranës. Do të vazhdojmë tani bisedën në një kënd konceptual të menduar për këtë tematik, ku kemi dy vepra, dy piktura të realizuar nga dy artistë. Dorina Elmazi ka realizuar këtë pikturën e parë, Bardezi, shumë e bukur, shumë domethënëse. Një portret i realizuar, duhet thënë, posaçërisht për emisionin tonë. E ndërkohë është edhe Rael Hoxha me portretin e vajzës së vogël, e cila shfaqet duke buzëqeshur. Tashmë do të vazhdojmë, është momenti të vazhdojmë me bisedën me doktorin për të bërë disa pyetje shumë të rëndësishme që kanë lidhje me të qeshurën dhe buzëqeshjen. A ndodh diçka kimike, një reakcion në trurin tonë që ka kaq shumë efekt pozitiv? Absolutisht po, me qenë se prezentuan pikturat, gjykoj që është shumë e rëndësishme për të ndaluar pak, sidomos tek fotoja, tek piktura e vajzës së vogël, e di pse Antoneta, sepse është shumë e rëndësishme që energjia që marrin fëmijët të reflektoj, kjo është një foto që tregon se sa shumë reflekton tek ta. Duhet të kujtohemi që fëmijët deri në moshën 7, mesatarisht 7 vjeçare, pra në 10 vjeçarin e parë të jetës, është mosha ku formohet dhe personaliteti dhe karakteri. Mendojmë herë pas here që nuk i mbajnë mend gjërat dhe nuk mbajnë nga energjia e ambientit, por në fakt mbajnë aq shumë sa aty formohet personaliteti thuajse për tërë jetën. Dhe sa më shumë imazhe të tilla të kenë fëmijët në jetën e përditshme, pra sa më shumë prindrit le të themi në momentin që hyjnë në shtëpi të transmetojnë sa më shumë energji pozitive me gjithë ngarkesat që kanë, aq më e rëndësishme është për fëmijët. Ishte një formë mesazhi sensibilizimi, sepse fotoja vërtet është fantastike dhe mesazhi është shumë i rëndësishëm gjithashtu. E vërtet, sidomos tek fëmijët ndihet shumë dhe ndikon në zhvillimin e tyre dhe për të ardhmen. Absolutisht po. Po, e qeshura impakton në mënyrë të përditshme dhe përhershme impakt shëndetin tonë mendor, duke sipas të dhënave statistikore mesatarisht edhe kur përdoret si formë terapie, pra stimulimi terapisë me të qeshur, ndikon në uljen e depresionit mesatarisht në 20% në vende të ndryshme dhe simptomave të depresionit, ndërkohë që uljen e ankthit në vlera midis 15 dhe 20%. Flasim pa terapi farmakologjike dhe që ky është element shumë i rëndësishëm dhe si ndikon sepse duke ngacmuar sistemin limbik dhe prefrontal të trurit, ul kortizolin, i cili quhet hormoni i stresit, rrit dopaminin dhe serotoninën, serotonina quhet hormoni i lumturisë, dhe është një mekanizëm në tru i thjesht, i cili ndikon në mirëqenien e përgjithshme të çdo njeriu. E vërtet. Ky është mekanizmi fiziologjik si ndikon e qeshura. Pra ishin dy zona që prekeshin në pjesën e trurit, që lidhej direkt me këto si proces. Fiks, edhe po? Jo, më falë se ndoshta të ndërpreva, po mund të... Po, në aspektin fiziologjik do të kështu. Ndërkohë që në aspektin psikologjik është shumë e rëndësishme që në Shqipëri në fakt në dinin time nuk është se është një risi dhe prandaj thashë që është tema shumë e rëndësishme. Terapia me të qeshur bëhet në dy forma, terapia e humorit dhe yoga me të qeshur. Janë terapi që duan një farë kualifikimi nga psikologët dhe që ndihmon pacientët për të kaluar situata stresante, situata dhimbje dhe her pas herë ndihmon dhe në patologji të mirëfillta kronike. A duket sikur njerëzit janë gjithmonë më pak duke qeshur, sikur fenomeni, sikur buzëqeshja dhe momentet e hilaritetit nuk janë aq të pranishme dhe sa ka ndikuar kjo tek shëndeti, tek mirëqenia e tyre? Ka ndikuar jashtëzakonisht shumë. Jeta në përgjithësi është bërë më individuale dhe në një farë mënyrë më izoluar. Për shembull, para disa vitesh nuk ka pasur rrjete sociale të cilat të impaktonin njëri tjetrin. Tani janë rrjete sociale që vërtet në një aspekt sillin më afër informacionit dhe në një farë mënyrë ndërlidhen me njëri tjetrin, por ndarjen e emocioneve e largojnë. Sepse njerëzit edhe për shkak të angazhimeve nuk kanë më kohë, nuk harxojnë më kohë me njëri tjetrin dhe nuk harxojnë më kohë cilësore me njëri tjetrin dhe sigurisht që kjo na ka bërë që të jemi një shoqëri pak bipolare, le të themi, e cila kalojmë në ngallëzime ekstreme dhe në
dhe në mërzitje ekstreme, të cilat reflektojnë impaktojnë në jetën tonë të përditshme, dhe pa tjetër që në qoftë se, do me thënë, ajo që unë do vija re është kjo, që ka shumë raste në rritje pikërisht me simptomatik që vinë nga mënyra e jetesës. Dhe këtu zë vend shumë e qeshur. E vërtet, edhe një shprehje që më kujtohet tani, lidhur me këtë është që njerëzit ndonjëherë e marrin jetën shumë seriozisht. Duhet ta marrin më pak ndoshta. Sa ndikon e qeshura tek personat që kanë probleme me ankthin dhe depresionin? E qeshura ndikon jashtëzakonisht, sidomos kur bëhet dhe në formë terapie, jo vetëm nga momentet caktuara. Ndoshta, kur bëj këto si pyetje për njerëzit që janë pranë këtyre personave që ka një problematik të tillë, se përveç pjesës që është ndihmës mjekësore, njerëz të tjerë ndoshta a do ndihmonin shumë me këtë gjë? Do të thosha që impakti familjar në problemet shtetit mendor arrin deri në nivelin 50%. Pra nëse një pacient ka suport familjar, ka 50% më shumë mundësi që të reagoj pozitivisht dhe të rekuperohet pozitivisht. Në qoftë se familja pasaj krijon një ambient pozitiv për rreth, duke përfshirë dhe të qeshurën, atëherë ky probabilitet në përgjithësi dhe mund të rritet. Pra, është shumë i rëndësishëm roli i familjes dhe energjia që ato transmetojnë në këta pacient. A tregon mungesa e të qeshurës tek një person që ai person mund të ketë probleme me veten, që nuk ndihet mirë, mund të jetë në një moment të vështirë të jetës tij, apo jo domosdoshmërisht dhe ka njerëz që ndonjëherë edhe fshehen me një të qeshur, ndoshta jo reale, po thjesht për të dukur. Fjen në raste të ndryshme, po shumica dërmuese rasteve, në shumicën dërmuese të rasteve, depresioni dhe ankthi impaktojnë, ulin të qeshurën në përgjithësi të njerëzit. Pra, ulin kohën kur njerëzit qeshin, ndërkohë që e qeshura vetë si formë terapie përdoret për trajtuar pikërisht depresionin dhe ankthin. Po që absolutisht që në këta pacient arrin deri atje sa vjet re një mpirje emocionale, pra një sheshim emocional ku e qeshura praktikisht është zhdukur nga simptomatika aty, nga sjellja atyre. Një moment të qeshuras, një bisedë e këndshme që shoqërohet me shumë buzëqeshje dhe humoret, hilaritet, a sjell përmirësim të gjumit, apo ndoshta ka efekt të kundërt e të zgjon? Pra, gjumi, pagjumësia është një nga ato probleme të tjera të shëndetit mendor, të cilat trajtohet gjithashtu nëpërmjet terapisë me të qeshur. Ndikon jashtëzakonisht shumë pikërisht nëpërmjet stabilizimit të neurotransmetimit në tru që shpjegova më parë, po dhe nëpërmjet ndjesisë së mirë që krijon në aspektin emocional dhe shpirtëror. Dhe gjumi është pjesë e funksionalitetit të përditshëm dhe gradualisht rregullohet i gjithë ky funksionalitet i përditshëm duke e përdorur pikërisht si formë terapie të qeshurën. Kur them si formë terapie që ta sqaroj çfarë nuk kuptoj jo thjesht e qeshura që vjen nga ambienti rrethues, po e qeshura dhe stimuluar dhe në mënyrë të pavetdijshme, pra në mënyrë të vetdijshme, po që të ndodhi si proces në mënyrë të pavetdijshme, pra jo domosdoshmërisht e qeshura duhet të jetë të kesh një arsye për të qeshur, por her pas here duhet të qeshur edhe vetë nëpërmjet këtij mekanizmi që thash që bëhet në formë terapie, dhe kjo në fillim mund të perceptohet pak si e çuditshme, por në fakt është një proces i cili ka rezultate, dhe një nga rezultatet është përmirësimi i funksionalitetit të përgjithshëm, depresionit, ankthit, pagjumësisë, memorjes dhe disa elementeve të tjerë të shëndetit mendor. Ndërkohë që po thoje këtë pjesën e të qeshurës të shtyrë, që nuk të vjen natyrshëm, më kujtohet pjesa që themi shpesh e qeshura është ngjitse. Dhe ndonjëherë qeshim pa shkak thjesht se shohim dikë duke qeshur dhe na bën të qeshim. Kështu që përderisa mund na vi thjesht duke parë dikë duke qeshur, mund të na vijë edhe duke parë veten tonë se si shtym veten për të qeshur. Absolutisht. Edhe mund të kthehet në një moment që më pas sjell dhe një situatë shumë të këndshme, dhe pse jo ka efektet pozitive. Për ta mbyllur, ndonjë sugjerim që do të jepje njerëzve që mendojnë që kanë paksa probleme me këtë aspekt të jetës, me këtë mjet kaq të fuqishëm. Absolutisht. Do të shikonin filma komedi ose më shumë të rrethoheshin nga njerëz që kanë humor.
Tani, unë do them dy gjëra. Ne jemi ata që jemi, apo ne zgjedhim ata që duam të jemi. Dhe në këta aspekt e qeshura zë një vend të jashtëzakonshëm, na përmirëson, besoj si njerëz, na përmirëson në aspektin funksional personal, na përmirëson në aspektin e punës, pra në qoftë se ti këtu ku je ke një ambient të qeshur, sigurisht që dita kalon shumë këndshëm, shumë bukur, se sa mendoj pak të shkosh mëngjes diku dhe të kesh një ambient ku të gjithë janë të zymt, shikojnë vëngër, dhe kështu që absolutisht shumë e rëndësishme, unë do i ftoja njerëzit që të kenë një vlerësim autodidakt më të mirë në raport me funksionalitetin e tyre dhe në miqërinë e tyre mendore, dhe ta përdorin të qeshurën në mënyrë edhe të stimuluar për të përmirësuar. Dhe në fund të fundit, do thoshja këtë që Charlie Chaplin ka thënë një laf që një ditë e shkuar pa buzëqeshje, është një ditë e shkuar dëm. E vërtet, e në fakt do ta mbyllim të gjithë me buzëqeshje këtë emision sot. Ftoj dhe Ivën të më bashkohet. Biseda ishte shumë e mirë dhe shumë interesante. Të falenderoj shumë doktor Juliani, që ishte pjesë e emisionit, edhe për mesazhet që dërgove. E ndërkohë miq, ne e mbyllim në këtë mënyrë duke ju ftuar edhe ju të buzëqeshni, e qeshni sa më shumë dhe kur nuk keni ndonjë arsye, shikoni atë ne këtu ju bëjmë gjithmonë. Mos harroni Ejani ditën e hënë sërish në orën 10:30 sepse ju presim në ekranin e RTS HD me programin E Atene, por gjithashtu për gjatë gjithë fundjavës dhe jo vetëm do të jetë një programacion i pasur. Tani po marr Antonetën po e çoj ti këmbëlsirat mbrapa sepse nuk e qera sa aq parë. Edhe shihemi të hënën. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur miq. Eja tani. Eja se meriton.